blerjen e këtij apartamenti. Tani, unë mendoj që ati 4% që do i shtojmë dhe vlerën në rritë që do ketë prona. Nëse do merr një pronë. Po kush e merr për investim, për qeradhënie, nuk është se ka ndërmend ta shesë. Nuk ka, vlera e pronës rritet. Nuk ka garantia, vlera e pronës rritet, gjithsesi. Dhe rritja, sipas dhe grafikëve që pamë për gjatë viteve të fundit, rritja vazhdon. Peshën më të madhe e kanë vitet e fundit, se ka qenë stabil 10 vitet e para. E qartë. Po nëse kemi këto ritme, vlera e pronës po rritet. Më falë Ervin, mos do të thoshë diçka tjetër. Kthimi aktual i apartamenteve që blihen për dhënë me qera në Tiranë është i ulët, ajo që thot Flavia. Prandaj unë shkova deri në Angli për të gjetur investime që kthejnë 6 deri në 7%. Me 100-150 euro, ti mund blesh sot në Anglinë e Veriut një pronë që të kthejnë 6 deri në 7%. E kemi trajtuar me videon që na dërguat. Po kthim pasiv edhe të ta menaxhojnë, që mos merresh fare me qeraxhin, se me u marr me qeraxhin në Shqipëri është punë e vështirë, nuk është kollaj. Legjislacioni nuk është i plot, nuk vete ku gjen dot të drejtën se do dalin probleme. Pra, ajo do ishte një mënyrë shumë e mirë investimi, po tani kthimi është i ulët. Jam dakord me Ervinin që në afat gjatë mund të ketë prona rritje, po prona mund të ketë dhe ulje. Rritje e kapitalit, fillestar që thuati. Pra, kemi tek prona që ble, për ta lënë me qera ke rritje e kapitali, ke edhe kthimin. Por ata që janë investitorë me laps shumë të mpret, kryesisht llogarisin këtë kthimin, këtë masë. Ai është më i prekshëm. Ai është më i prekshëm. Por në afat gjatë ke edhe rritje të kapitalit. E qartë. Ervin, diçka për të shtuar te kthimi i investimit? Jo, këto kisha më shumë që duhet merret parasysh dhe vlera e pronës. Ka një pyetje tjetër, në fakt që vjen nga regjia, është gjithmonë një temë që i përfshin të gjithë, nuk e shmangim dot. Çfarë ndodh për sa i përket apartamenteve që mund të rishiten? Bëhet fjalë për apartamente që nuk kanë certifikatën e pronësisë. Për gjatë viteve të fundit ke pas raste për shembull për një pronë e cila është shitur 2 herë? Faktikisht vitet e fundit kjo pjesë është reduktuar shumë. Ne nuk fatmirësisht nuk e kemi pasur atë fat keq që të kemi patur rastin që të përballim me problematika të tilla, sepse normalisht janë problematika të mëdha. Të shesë një pronë 2 herë për mua. Zakonisht nuk kalojmë nëpërmjet agjencive këto prona që rishiten. Ato kanë qenë ato ndërtues që i kanë bërë këto pjesë kryesisht, sepse nuk vetëm ai mund ta bëjë, mendoj që ta shes 1 herë, 2 herë apo 3 herë. Në moment që është dikush brenda, është pak si e vështirë ta shesësh 2 herë, sepse është dikush i stacionuar aty. Duket se ka ndodhur, po. Shiko ç'a ndodh tani. Që nga viti 2013-2014 ti mund ta regjistrosh kontratën e porosisë në hipotekë dhe ajo ka një kartel. Pra, çfarë janë prona me kontratë porosie kanë kartelin e vet, nuk kanë certifikat pronësie. Dhe quhet pronë e bllokuar, që këtu ti nuk ke risk. Një pjesë e ndërtuesve unë nuk e di me çfarë mekanizmi nuk e regjistrojnë projektin e tyre në hipotekë dhe ti nuk merr dot kartel për pronën. Më ndodhi mua në një ndërtim elitar këtu në Tiranë, doja të bënim kontratën e kalimit të drejtave, pra nga kontrata e porosisë që kishte bler dikush, do ta merrte për shembull Klaudia, do t'i kaloni të drejtat, në këtë rast firmos ai që kishte pronën, firmos blerësi, firmos dhe ndërtuesi. Ndërtuesi nuk firmoste në këtë rast. Dhe noterja na tha me shumë lehtësi, nuk firmosa, i tha bëni kontratë me spalve. I tham kontratë me spalve, ne mund të shkojmë në 10 noter të bëjmë, ne të dy, ose unë që e kam pronën, vete e sheste 10 veta. Pra për shikuesit e emisionit tuaj është shumë e rëndësishme që pronat ndërtime sipër të kenë kartel hipotekë të jenë të bllokuara dhe bllokimi ikën nga ai që po e shet tek ty që po e blen. Nëse nuk ka bllokim